Kjo është interesante. Nga në kejtë është të hikim e këtu. Të është sigur që në moment të hikim e këtu do të thotë ne për në mundur do të i të fëllem a fillimin një të tjetër. Kam shumë vjetë që punoj me kolegët e mi, që janë rrotët, dhe do t'ju garantojnë për diçka. Ky fakultet nuk është krijuar, sepse duhet të bëhesh një fakultet. Ky fakultet u krijuar sepse ne doni. Ky fakultet u krijuar sepse doni të bëni diçka ndryshe, diçka që nuk ekzistonte. Dhe do të dini që është i vetëm botëror. Unë ju falenderoj për të gjithë dedikimin që më keni bërë edhe në skeqet që kemi bërë ato animacionet, edhe në këto takimin si sot. Sa herë më falenderoni mua, jeni sigur që unë ja jap pjesën i duhet gjithë kolegëve. Pa ata nuk e bëni. Kam pas fatin të madh që punoj me një staf të cilin në një farë mënyrë kam ndikuar që të jemi bashkë, jeni sigur që janë më të rritë e gjithë, jo vetëm të rritë me moshë, po të rritë me, si thonë atë ndajnë, me një hapësirë vendore në gjithë universitetet e sportit. Janë zgjedhur një për një. Dhe na u desh një vit për ta konceptuar fakultetin ndryshe. Mbas një viti filluam ta krijojmë. Dhe kemi 3 vjet jemi duke e bërë. Do t'ju them edhe diçka. Asgjë nuk bëhet nëse ju nuk e doni. Mund bëni edhe pastrues, nëse ndjeni që jeni pastrues me gurushin, ja dini që do bëni njerëzit më të nevojshëm. Asgjë nuk bëhet po që se ju nuk e dëshironi, nuk e dashuroni. Kështu që po nuk besuat në diçka, ju mund të jeni katolik, ortodoks, musliman, ashtu siç i kemi besimin e tij. Cili do ajo beson tek ajo, ai besimin e tij. Për këtë arsye e ndjek pas gjithë jetën. Ky fakultet për mua është një besim i vetë. Unë bashkë me kolegët e mi ne besojmë se kjo që kemi bërë, por do ta dini që vetëm ne nuk e bëjmë dot. Dhe po të shikoni më kujdesun herë pas here ndaloj. Përcjell një mesazh këtu. Nuk e bëj kot sepse kam thjesht komentoj. Po sepse kjo është ajo pjesë, pa egzageruar, pa tepruar, është ajo pjesë e cila është shumë e rëndësishme kur ju besoni te kjo që po bëjmë gjithë bashkë, sepse ne besojmë te kjo që vjen gjithë bashkë. Bravo! Për të folë fjalë bukura boshe. Duhet të kuptoni diçka. Nëse ne do jemi gjithë bashkë, kështu siç jemi në këtë program outdoor, me gjithë stafin pedagogik, jemi sigurt që gjithë kemi përshëndetur njerëzit e fatit të punësuar ku ky program për 4-5 vite që do të shoqëroj do t'ju drejtojë në të ardhmen tuaj. Profesorët tuaj ju garantoj. Mos na shikoni që ne rrim bashkë, ndonjëherë bëjmë humor, ndonjëherë edhe kërkojmë vëllëri, se kjo është natyra e punës. Po të dini që janë punëtorë të palotë. Kanë punuar
egërsisht, se kafshërisht është një fjalë që përqen, po ka punuar egërsisht, që të ndërtojnë për më pak se 4 vite një fakultet i cili tashti i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë. Kemi kaluar një program, të kësili, në fakt, ky program ka qenë program që ose të shet, ose të blen. Çdo të thënë, dhe shprehje pak kështu popullore, po do thotë që në këtë program ose dalin të metat, ose personat që kanë probleme, ose kemi arritur ta mbledhim si një grup, pa probleme, duke u lidhur fort me njëri tjetrin, duke pastruar gjitha publisirat që shoqëroni dhe mosha ju më herë, dhe një duke e zërkoparë. Tashti, ruajeni këtë performancë që keni, sepse vitet kalojnë, dhe ju do jeni më të rritur, më të maturuar, më të tjetur, sigurisht do dini shumë më tepër. Mos humbni këtë performancë që keni. Na lejoni ne stafin pedagogjik që punojmë bashkërisht me ju, kështu siç jemi në këtë kurs që po bëjmë, që të ecin nga programin program duke vetëm rritur cilësinë. Do të shikoni që kur të mbaroni 4 apo 5 vite, si mos pas të profesionale shkencor, do të jeni persona që juve do të respektoni, që i keni gjithashtu të respektoni vetën tuaj loftar, pasoj shumë që keni krahë. E fundi ide që të them sot, uftof profesor? Uftof profesor Bo. E fundi ide që të them sot është respekt për njëri tjetrin, për punën që bëni, për këtë diplomë që jemi gjithë bashkë, të kemi lënë një punë, dhe ajo që është në qendër të çdo gjëje është dashuri.